pranuar Rama, ç'a tha? Në kafe u bë mohabeti më shumë pastaj. Mas pranimit. Mbas asaj shkuam në kafe. Shkuam në kafe. Kush e pagoi kafet? A kjo pranon parti? Të gjithë dha kafe? Po, të gjithë. Ju qerasi? Po, me kafe, ne të rreth një orë, bile zjati më shumë kafja se sa mbledhja organizatës. Po mbledhja sa zjati? Zjati gjysmore. Gjysmore. Po si e prezantove? Ti more mbajtë fjalimin në mbledhjen? Po kishte një formular atëherë. Kishte një formular. Po. Ka bërë kërkesë zoti Rama për të pranuar parti. Po. Është jo një se është kryetari i bashkisë, se gjithat kishin marrë pjesë fushat, 100% antarët e organizatës kishin marrë pjesë fushat. Po. Dhe nuk pati probleme, më shumë dorë trokitje dhe ngritje në këmbë. Entuziazëm. Tani një gjë nuk kuptova unë. Pse nuk e doni Ramën, sepse ai mendonte që unë do futem në PS dhe se do garonte për kryetarin. Tani unë do ta ndaj në dy pjesë këtë. Po, ma sqaro. Antarësia e thjesht e ka mirëpritur Ramën krah hapur. Edhe mbasi është pranuar ata që mjinin në Tiranë, po pse? Me përqafonin që është bërë një punë e mrekullueshme që Edi Rama është futur në Partinë Socialiste. Po pse? Po kishte ndonjë nga këta strukturat, që si me shaka, po si shtemin e shaka e gjysmë të vërtetës, ç'na e bëre peshqesh. Ta thoshi këtë. Ka pas. Tani këtu do të them diçka unë ty. Partia Socialiste asaj kohe kuptoi njerëz serioz, njerëz me ca rregulla. Tani Edi Rama kokën e ruante zero, me çorape të kuqe. Një grua le, një merë. Tani, si e pranove ti në antar të Partisë Socialiste? Shiko, kështë dëshur shumë situata. Në 2003 nuk ishte më ajo organizat Partia Socialiste që gjykonte këto gjëra. Ishte krejt ndryshe, u thashtë dhe një fillim. Ishte modernizuar dhe ju? Jo, ishte antarësia. Ishte antarësia e re. Dhe ishte minorancë fryma vjetër. A e di cila ishte përgjigja e disa, po themi, studiusve që bëni studime të thelluara, e pëlqenin Edi Ramën, jo për çarapet e kuqe, jo për kokën që e ruante zero dhe e qete zero, por se ai dinte t'i bënte opozit dhe opozicion Sali Berishës. A ishte kjo? Ishte plotësisht e vërtetë. Ishte plotësisht. Ai dinte Sali Berishës fort. Ai dinte të bënte edhe fushat, dinte edhe të fitonte zemrat e njerëzve, ashtu, por mbi gjitha ishte këmbgulës. Tani e tregoj koha. Këta që ishin lartë pse nuk e donin. Fatos Nano, ata aty pritjer i kanë tarësohur një herë te Kismet Meta. Tani unë nuk mund të them një përgjigje të saktë në këtë çështje, sepse unë nuk bëja pjesë të strukturat e larta të partisë. Ishe thjesht një kryetari i një grupi, kryetari i një organizate socialiste. Që mbulonte një qendër votimi dhe si thua përgjegjësia ime ishte që bashkë me organizatën të dalë sa më mirë zgjedhje në favor të Partisë Socialiste. Këto strukturat e larta pastaj i dinë më mirë ata që i kanë gjykuar. Tani, mbas bisedës që bëhet aty, çfarë tha në kafe? Çfarë tha Rama? Sepse ai tregoi një mirënjohje të madhe për dje. Unë mirënjohjen e vlerësoj, po mirënjohje takon gjithë organizatës. Mban në një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar? Diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Guri Duka, diskutoi, Jeta, një Thanas i moshuar që ka bërë diskutim Perl, ashtu megjithëse ishte mbi 70 vjeç, por ka diskutuar si të ishte... Juve çfarë thatë për Ramën kur morët fjalën? U thash që zoti Rama e njihni gjithë. S'ka nevojë ta prezantoj. S'ka nevojë ta prezantoj. Tashti zoti Rama më thotë dy llafe, edhe pastaj foli dy llafe shkurt, siç flisën në rrezat. Jo në Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje? Atje shkurt fare. Do të thënë ka pasur këtë tregori kujdesshëm. Shkurt. Se tani po merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë të mush me njerëzve. Që ke një ramis ti e paska goditur në shenjë me emrin tënd, Kismet Meta. Tani, ç'ne ky emri i veçantë Kismet, se ai thash emër biblik tha. Ka një domethënie. Po. Ne kemi ardhur nga Çemenika në Elbasan. Nga zona e në vitin 1947. Po. Në Elbasan, fëmia e parë që kam lindur kam qenë unë. Po pse Kismet? Sepse ishte fat që erdhëm në një vend më të mirë. Po.
edhe ishte fat, edhe ta punim me kismet. Kanë ardhur me vrap për të vuar emrin që mos vijë emër tjetër. Kush e ka vënë emrin? Një kushërim. Kushërim. Kismet. Dhe sa kismet kanë në Shqipëri? Po, unë nuk njoh të tjerë. Rrezik jeni i vetë. Unë nuk njoh. Emër biblik thënë. Duhet të ketë. Po Meta, se mos ke gjë në Ilir Metën. Jo, jam nga Çemenika, Meta është nga Skarpari. Po e di unë që është nga Skarpari, se ande jam vetë. Edhe unë e di që ande jeni. Po Shqipëria do dalim të njohur, pastaj Po Shqipëria nuk është e çudi që ti je edhe ti me origjinë nga Skarpari, ë? Jo, nuk do të jem nga Skarpari. Nuk do të jem më nga Veriu. Nga Veriu? Më nga Veriu sepse ka shumë biemra Gjoni. Tani, mbaroi e pranove Ramën. Çfarë ndodhi pastaj? Ai bëri jetë partie të organizata jote? Bëri jetë partie si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët. Kjo na ka bërë shumë përshtypje. Në atë kohë diskutoi shumë. Që sa zgjidhen në forumet e larta të partisë dhe nuk dinë në cilën organizatë janë pranuar. Diskutohej. Nëse ti ke pasur rregull. Rregull ishte i detyruar. Edhe ndjeja për ta zbatuar. Bravo. Çfarë profesioni keni? Agronom dhe ekonomist. Agronom dhe ekonomist, po. Po në atë kohë ju ishin në pension kur e pranuat Edi Ramën? Jo, ishte 50 vjeç. 50 vjeç atë ditë? Atë ditë. Atë ditë, do të ishin në punë? Jo, ishe në punë private. Ishe në punë private, jo shtetë. Punoj në një firmë. Po pse s'kishte dhënë Partia Socialiste në punë shtetë? Po gjithë s'rregullohen dot. Nuk çfarë kryetari pas ka qenë ti për vërtet, pas ka pasur drejt Rama. Dhe ju kishit një aktivitet privat? Jo, ishi i punësuar në një firmë private. Tani, jeta e zotit Rama në organizatën tënde, çfarë sillej miraj të dëgjonte apo? Përgjithsisht nuk ka diskutuar në organizatë. Dëgjonte. Po, vinte mbledhje? Ne i bënim rrallë mbledhje. Nuk bënim mbledhje si dikur, muj. Ihen 3 muaj me rast fushatash. Po, sigurisht. Si thuaç, partia po kthehej në parti elektorale, jo në atë partinë me rregulla strikt, të mblidhemi për muaj, të bëjmë diskutime kështu. Rrallë mblidheshim, po në ato mbledhje vinte. Tani ai vuri kandidaturën për kryetar partie. Po. Çfarë ndodhi? Ishte e pritshme. Për përjashtuan atje, ajo foto është unikale. Për ne ishte e pritshme. Për ne, si organizatë. Po? Ishte e pritshme që të bëj kryetari i partisë. Që të bëj kryetare? Se në fillim humbi? Fillim humbi. Humbi me sukses? Për ne e përcollim me dhimbje, nuk e përcollim me gëzim. Çfarë thua? U mërzite? Po. Po i tha gjë Gramos Ruçit Fatostanos? Mendimin tonë e kemi shprehur. Ja ke shprehur? E kemi shprehur. Çfarë i thatë? I thamë që këti i takon. Ka drejtuar Tiranën në mënyrë të shkëlqyer, po drejton Tiranën 2003 kjo? 2003. Atëherë Bëgara. Po? Këto mendime i kemi shprehur. Ja ke thënë dhe shefi tuaj Musa Ulqini, se Musa ishte djalë përshëmbarje. Me Musa kam respekt të veçantë, dhe edhe sot e kësaj ditë i them ti je kryetari im. Po keni po ku është ai? S'është as deputet as gjë, e keni lënë kështu Musaj. U bë deputet 3 herë. Apo mbaroi. Musa është i ri tani? Je shumë i ri, jo. Sa vitesh? Je shumë i ri. Se ka kontributa dhe ka vlera në Partinë Socialiste. Ka vlera dhe s'ja mohon kush. S'ja ka mohuar kush. Po Rama kur kishte një gjë tha Musaj më gjeni tha. Musa bëj ca gjëra tha dhe po se e di që Musaj si kryetar partie ishte ku do ndodhur. Musaj. Njeri që fitonte zemrat e njerëzve,